Me vendimin numër 32 datë 21 janar 2026, qeveria i shtoi shoqërisë Partizani SHA edhe 12.692 metër katror truall si shtesë e kontratës së vitit 2016 të lidhur me kontratë €1. Një vit më parë kryeministri kishte deklaruar se pjesa e mbetur e repartit ushtarak nuk do t'jepej. Sipas informacionit publikuar, subjekti ka paraqitur kërkesë për zhvillim ndërtimor në sipërfaqen e re. Vendimi ka hapur debat për trajtimin si shtesë të një pasurie të ndryshme ushtarake dhe për destinacionin e pronës shtetërore në kuadër të partneritetit publik-privat. Pasi u publikua vendimi i qeverisë që i dha shoqërisë Partizani SHA qendrën sportive Skënderbegas në Tiranë me sipërfaqe 37.000 metër katror truall, Edi Rama justifikoi atë si mbështetje për zhvillimin e futbollit modern. Një vit më parë, kur ju përmend sërish këtë çështje, kryeministri reagoi duke deklaruar: "Po të kishte lidhje invlla me përfitime nga toka që u dha shoqërisë Partizani, do t'i kisha dhënë edhe pjesën tjetër që ky klub po e kërkon prej 8 vitesh, por nuk do t'ja japim, megjithse është një sipërfaqe me baraka të vjetra pa vlerë." Më 21 janar 2026, qeveria miratoi vendimin numër 32, të firmosur nga kryeministri, që parashikon shtesë në vendimin numër 183, datë 9 mars 2016, duke i dhënë shoqërisë Partizani SHA edhe 12.692 metër katror truall me kontratë €1. Sipas informacionit publikuar, shoqëria Partizani SHA ka paraqitur kërkesë në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujit për zhvillim ndërtimor në sipërfaqen shtesë, përfshirë edhe ndërtesa banimi dhe njësi shërbimi. Për realizimin e projektit, procedurat për lejen e ndërtimit kalojnë përmes institucioneve përkatëse dhe miratohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Sipërfaqja e re është pjesë e një reparti ushtarak të ndryshëm nga i vitit 2016. Sipas dokumenteve, trualli prej 37.000 metër katror i dhënë në 2016 në lidhje me repartin ushtarak numër 6010, ndërsa sipërfaqja 12.692 metër katror i përket repartit ushtarak numër 4030. Kjo ka ngritur debat për trajtimin e saj si shtesë kontrate dhe jo si pasuri e veçantë me procedurë të re vendimarrjeje. Kontratat €1 parashikojnë rikthimin e pasurisë te shteti pas përfundimit të afatit 20 vjeçar. Megjithatë, zhvillimi i ndërtimeve në këto sipërfaqe ka nxitur diskutime mbi mënyrën e administrimit të pronës publike. Më herët kur Olsi Rama u emërua drejtori i Partizanit, ai deklaroi se nuk kishte ndikim politik dhe se ishte përzgjedhur për aftësi menaxheriale dhe interes në futboll. Vendimet e fundit kanë rikthyer debatin publik mbi raportin mes pushtetit politik dhe përfitimeve në projekte që përfshin prona shtetërore.